A mund na thuani emrin dhe mbi emrin? Mehmet Gelo më quan. Zoti Gelo, nga vini në Prizren? Nga Shqipëria, Nga cili vend i Shqipërisë? Tiranë. Dhe si po kaloni këtu? Çka ju shtyri që të vini për të bërë? Me zot po vant, me qik buk i bjegarit dhe të mbani qik buk dhe laj. Qa të vend? Pa pun jem. E bjegarit marrë dhe 4.000 leka, a buk dhe laj. Ja këta kam. Po policat nuk me len t'i bjegarit dhe laj. Unë fejs kam, kjo është lodhër. Pse nuk ju len? Qa ju thënë ata? Kodis do mos i bjeq, ik në Shqipëri. E qa të vesh me Shqipëri? Në Shqipëri që me policat nuk hajmi do të. Më ja bje, kështu me zorë. Sa bëjmë do e lekë dhe laj. Më të vjera të prohesh. Kjo është gajde. Kjo është për qef, kush është, kush nuk është, një lukët të tërë. Pas qefit, 2 leka, po. E mbajt buk, barkun me buk. Edhe nuk u vjesh dhe ditëndës. Nga jeni mësuar që të lozni në gajde? I bite babi temi, isha i vogli rasu, dhe i binja gënetis, gënet të qobani këta në partje punës. Mirë po, i bite babi e unë e mora zanat në babajt, edhe babi më di që bajta zanat në babajt. Kjo nuk të le pa bukë. Ku të vesh, meri të bukë me le. Po, betë më fuka ajnë, s'kenë nga të vim. Në upish me nda, ashtë në rita nuk në do të ashi. Ashtë në rita nuk në do të u bëm dhe lej. Aj, zoti shëndele lej. Do na flisni edhe pak, po si mendoni, sa pëlqejnë njerëzit këtë muzikë që bëhet me gajde? Po kjo Kosovarë nda juve, dhe kanë qenë i njofë, kanë nga tuala dhe kanë qenë qa qupa nga juve nga këj Kosova, kanë qenë në Shkodrën. Edhe, jo mora këngën aty në lozin me dajire që kanë qenë si moshën tenë, me dajire, moshën njofis. Dhe ta qupat po të më shkonë me njofin, ishi 10-12 qupa në Shkodrën, më kanë edhu para gogjallë. Kjo Kosovarë që një, e shamje kuqe, jo ka marrë kënga të në lejë. Unë azi kënga në lejë, tamam. Hajë, do të shëndel në lejë. Sa antarë të familjes keni dhe si mund të mbani familjen me këto që bënë, të punë që bënë? Po, s'ka 5 gjemë mua më lanë, janë të martuar ata. Unë i shqen vetë me bukë, nuk më japin gjemë bukë mua. Do të jeni i vetëm ju? Vetëm në lejë. Po, këtu në Prizren, ku pushoni, keni ndonjë event pas që dihet? Shi kam erë në lejë, kam 2 ditit kam erë nga Shqipëria. 3-4 ditë kam unë. Ta shjetë, po rrimë me qira, në lejë. Po sa ja vlen që të merreni me këtë gjë që e bën? Me këtë galin? Po marë, 3-4 leka më tepër nuk marë. 4.500 më tepër nuk marë. Po sa bukë, nuk të le pa bukë në lejë. Kjo është zanat që i mirë. Unë nuk vjetë, ashtë gjë, ashtë qaj, ashtë bellë lejë. Jam një butë. Kam qenë edhe në kritikun, kam qenë në Athinë më kështë. Në Athinë, më ke në televizor më, më ke parë në televizor në Iksi. Unë jam, s'ka qartë, unë jam, tërë Shqipërin kanë televizor. Po këtu nuk me le policia në lejë. S'me le. Po qytetarët, sa ju japin lek, sa ju dëgjojnë këtë muzikë që bën? Në Tiranë. Jo, këtu e kam fjalën në Prizren. Mirë, nuk, 3-4.000 leka marë bere qaves. Aqe ma, më të për 5.000 leka nuk u marë. Që nuk ka po për një punë, këtër në s'ka. Po, ma po nuk rritë. Do të ajë bërë kërë le, po sangë, dita, baro. Po bën ftoft në këtë event ku jeni ullur, si ndjeni? Kam kështu komesarë, kam komesarë të s'kaj. Jam mësuar, jam rritur jetimun, që jam rritur moshën tende. Gura më vdiq ka 25 vjetë. Djenë të nuk më duan, kam djenë bura si këta. Nuk më duan djenë të. Ja, me këtë e që bakun e lejnë, me bukë. Po ju kërkojnë lek ndoshta djenë? Jo. Nuk ka nevoj? Jo, ka nevoj, nuk kërkojnë, jo. Vetë janë i ka dhe lejnë. Vetë të këmë, do t'i shenelë. Nuk se me lele, jam i mirë, jam i butë. Po, ka dhe njerës tjerë, si kurse ju që vinë në Prizren këtu. A mendoni se Prizreni është bërë vend atraktiv për njerës që të bëjnë muzikë? Bëjnë muzikë ato, po kjo është me hambër. Kjo është me mirë, dhe në që kam qenë. Edhe organi tirash, organ me korent. Gënetë e sirash. Kjo ishte më përpara. Kjo është me mirë. E qëfar mund të në thoni për gajden, kjo lëkur? Kjo është lëkur s'pedhje. E kam qepur vetë, i bëj gajdet vetë, i bëj vetëm. Gajdet i bëj vetë. Po këtë da juve, ka gajdet, po nuk u tje do të gajdet të mira ku shiten. Tje di ku shiten gajdet këtu. E vendje ti ku shiten gajdet këtu, në dyqa. Të kem gajdet të mirun. Po sa kushton një gajde këti? Po kushton 100.000 leka, 90, 70, kushton.
Po, shkoni edhe në për qytetet tjera të Kosovës apo të Shqipërisë? U ka ardhur në Greqi, në Athinë, në Kritik, në Kritë, me vapor, 8.000 lekë euro. A gjera që më kja ndesën më. Po, nuk ka popull të ashtë, ka punë, ja. Bet me Bukara, qëtë me... Ju ka ndodhur ndonjëherë që dikush t'u agrabis lekët? Jo, jo. Nuk me marrin lekët më, jo. Edhe për fund, do na merrin një muzikë të mirë? Të marron e lajtë këti, të marron e lajtë këti, bendu më këtë.